Të nderuar shikuesi, përshëndes, ky është parashikimi i motit për sot dhe nesër sipas Meteoalb. Si pasojë e prezencës së një qendre të presionit të lartë atmosferik e vendosur përkatësisht mbi Ballkan, territori shqiptar do të vijojë në ndikimin e kushteve të qëndrueshme atmosferike, ku moti i kthjellët dhe i ngrohtë do të jetë dominant. Më të theksuara do të paraqiten përgjatë ultësirës perëndimore, ndërsa me kthjellime dhe vranësira të shpeshta do të karakterizohen zonat malore. Pjesa e dytë e ditës do të shtojë vranësirat në zonat veriore dhe qendrore, duke rrezikuar momente me pika shiu, duke lënë të gjithë pjesën tjetër të territorit me kthjellime dhe vranësira të herpashershme. Temperaturat e ajrit do të qëndrojnë konstante në mëngjes, por mezita sjell rritje të tyre duke u luhatur, nga 6 gradë Celsius vlera me ulët deri në 27 gradë Celsius vlera me lart në rang territori. Era do të frejë lehtë dhe mesatare me shpejtësi mbi 35 km/orë nga drejtimi kryesisht veri-lindor, duke krijuar në brigje detare dallgëzim 2 ball. Le të njihemi tani me motin për nesër në vendin tonë. Sipas Meteoalb, territori shqiptar do të mbetet në mbizotrimin e motit të kthjellët në të gjithë 24 orëshin, ku më të theksuara kthjellimet do të paraqiten në Bregdet dhe zonat e ulta, ndërsa me kthjellime dhe vranësira të shpeshta do të dominohen zonat malore, veri-lindore dhe juglindore, ku më të dukshme do të jenë në orët e pasdites. Ky stabiliteti i atmosferës do të na shoqërojë edhe gjatë natës. Temperaturat e ajrit do të pësojnë rënje në vlerat minimale, por rriten maksimale të duke u luhatur nga 5 gradë Celsius vlera me ulët deri në 28 gradë Celsius vlera me lart në rang territori. Era do të frejë lehtë përgjatë gjithë ditës me shpejtësi mbi 30 km/orë nga drejtimi veri perëndimor, duke krijuar kështu në brigje detare një dallgëzim të ulët. Tani do të njihemi me motin për nesër në rajon dhe Europë. Sipas Meteoalb, do të vijojnë vranësirat, shirat, si dhe mini stuhitë e breshërit përkatësisht në ishujt britanik, si dhe rajonin e Balltikut, si pasojë e zhvillimit të vranësirave konvektive nga temperaturat e larta. Po ashtu, moti i paqëndrueshëm do të mbetet dominant në Europën lindore, duke sjellë rreshtje të dendura shiu si dhe stuhi të forta ere, ndërsa pjesa më e madhe e kontinentit të Europës do të paraqitet në ndikimin e masave ajrore të qëndrueshme, duke sjellë mot të kthjellët dhe të ngrohtë, ku temperaturat të larta do të shënohen në gadishullin e Ballkanit, si dhe brigjet greke. Të nderuar shikues, ky ishte parashikimi i motit për sot. Bashkë të shihemi sërish nesër.